إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Vazhdojmë me mësimin e radhës nga broshura me titull Tafsir Kelimet Tauhid, pra komenti i fjalës së tauhidit nga dy autorës Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Allahu mëshiroft, me komentin e djetarit nderuar Sheikh Salih Fawzan Allah ruajt atë dhe ne. Tha Sheikhu në mësimin e kaluar, pra fa talibul ilmi yajibu alayhi an yakhudha hadhihi alqaida ma'ahu da'iman. Pra nxënësi dijes duhet të ketë gjithmonë me vete këtë bazë, pra të shërbejë si peshore për të peshuar njerëzit. Kush është në hak, që pason argumentet, tekstet, dhe qëndron besnik në tyre, dhe kush është në batil, që pason epshet, tekrat, ëndjet dhe filozofit dhe devimet njerëzore. Pastaj vazhdon Sheikhu dhe thot, dhe të ruhet prej metodës së njerëzve të devijimit, të cilët marrin atë që u përshtatet atyre dhe lën atë që nuk u përshtatet nga libri i Allahut subhanahu wa taala dhe nga suneti dhe nga fjalët e dietarëve. Ata i shkëpusin citimet, pra citatet, fjalët e dietarëve, lën pjesën tjetër të fjalëve ose lën fjalën tjetër që e sqaron atë. Pra marrin fjalën e paqartë dhe lën fjalën e qartë. Shumë për atyre që pretendojnë dijen kanë qenë të pakujdesshëm ndaj kësaj çështjeje, qoftë me qëllim për të mashtruar, qoftë nga padituria. Prandaj është obligim që këto gjëra të njihen dhe të jenë parime dhe rregulla themelore për studentin e dijes. Pra kujtojmë që këto mësime duhen dëgjuar nga fillimi, ashtu që pra të ketë sens dhe mos ta humbasësh pra kuptimin dhe dobin e komentit të Sheikh Fauzanit, Allahu ruajt atë. Thot Sheikhu, sepse hipokritët e thonë këtë fjalën e tauhidit, ndërkohë që ata janë me jo besimtarët fi darkil asfali min an-nar, pra në shkallën dhe gradën më të ulët të zjarit, si thot Allahu subhanahu wa taala. Hipokritët që janë në shkallën më të ulët të zjarit janë ata që e shfaqin islamin dhe e fshehin mosbesimin. Pra ky është nifaku, idharul islam wa ibtan al-kufr. Sepse kur profeti sallallahu alaihi wasallam emigroi por në Medinën e nderuar dhe rreth tij u mblodhen muhaxhirët dhe ansarët, Islami u forcua dhe feja pra triumfoi në Bedër kundrejt dhujtarëve, siç e dimë në betejën e Bedrit. Ajo ngjarje e madhe, lajmi së cilës u përhap në lindje dhe në perëndim, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam fitoi kundër krerëve të Qurayshve. Aleikum salam wa rahmatullah. Dhe Qurayshët ishin kurora, pra aristokracia arabe, dhe njerëzit pra kishin syt dhe mendjet nga ata. Kur ai sallallahu alaihi wasallam fitoi kundër tyre në Bedër, pra ishin 300 kusur, 313 apo 14 dhura kundër 1000 dhujtarëve. Kur fitoi kundër tyre në Bedër dhe u vran prinçet e tyre, Ebu Xhali me shok, atëherë hipokritët thanë, ne jemi në Medinë mes muhaxhirëve dhe ansarëve, dhe me ta është i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Çfarë të bëjmë? Ata përdorën një hile, e shfaqën islamin, që të jetonin me muslimanët dhe të ruanin gjakun dhe pasuritë e tyre. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk gjykon tjetër veçse me të dukshmen. Për zemra nuk di askush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Kush e shfaq islamin, ne e pranojmë prej tij, derisa prej tij të shfaqet diçka që kundërshton të dukshmen e tij, pra ato që na shfaq. Pra tjetë kufri i qartë, tjetë kundërshtimi i shariatit. Dhe ata pra, i dhujtarët, hipokritët thanë, la ilaha illallah, pra nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, dhe dëshmon haptasi se pejgamberi është i dërguari. Ashtu si thot Allahu i lartësuar për ta, në surën al-Munafiqun thot, i lartësuar idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu.
Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Pra ajeti në vazhdim. Thot i lartësuari, kur të vinë ty hipokritët o Muhammed të thonë dëshmojmë se ti je vërtet i dërguari i Allahut, pra dukshëm e kanë dëshmuar këtë. Allahu e di se ti je i dërguari i tij dhe vërtet Allahu dëshmon se hipokritët janë gënjeshtar. Ata i kanë marrë betimet e tyre si mburoj. Edhe i pengojnë njerëzit me hipokrizinë e tyre nga rruga e Allahut. Pra mburoj, thot Sheikh Fauzani, do thot perde pas së cilës ata fshihen. Pra hipokritët hyrën në Islam kur pan fuqinë e muslimanëve, pra vetëm në dukje, ndërsa në brendësi ndetën në mosbesim. Allahu na ruajt. Për këtë arsye Allahu bëri që ata të jenë në shkallën më të ulët të zjarrit, më poshtë se idhujtarët, pra adhuruesit e idhujve, dhe më poshtë se ateistët, për shkak të madhësisë dhe turpshmërisë së krimit të tyre, mashtrimit dhe dinakërisë së tyre. Thot i lartësuari, yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun. Thot i lartësuari për ta, ata përpiqen ta mashtrojnë Allahun dhe ata që besojnë, por ata nuk mashtrojnë vetë veten e tyre, por se ata nuk e kuptojnë këtë gjë. Në zemrat e tyre ka sëmundje dhe Allahu ashton dhe më sëmundjen dhe për ta kanë dëshkim të dhemshëm. Kjo sepse ata ishin pra përgjigjëstrues. Pra hipokriti munafiku thot la ilaha illallah, por është në shkallën më të ulët të zjarrit. Atëherë si thoni ju se la ilaha illallah mjafton vetëm të shqiptohet, pra është akida e murxhiave që mjafton ta thuash shahadetin me gjuhë se ata që i pasojnë për sufistëve dhe me radhë, dhe kjo të mjafton për shpëtuar nga zjarri, nuk është e saktë kjo gjë. Pra si thoni ju se mjafton të thuash la ilaha illallah dhe ta shqiptosh atë me gjuhë, kur këta hipokrit janë në shkallën më të ulët të zjarrit dhe megjithatë e thon la ilaha illallah. Kjo pra tregon se thjesht shqiptimi i saj nuk mjafton, përveç se nëse shoqërohet me bindjen e zemrës dhe me veprat e gjymtyrve. Pra këto janë tre shtyllat e imanit. Pra shprehje, shqiptim me gjuhë, pra deklarat me gjuhë, bindje me zemër dhe vepra me gjymtyr. Pra qëllimi është ta thuash atë me njohjen e saj me zemër, dhe pohimin e saj me zemër, me dashurinë për të dhe dashurinë për pasuesit e saj. Al-wala, ti miqësosh pasuesit e saj. Si dhe me urrëtitjen ndaj atij që kundërshton atë dhe armiqsinë ndaj tij. Pra do të realizosh dhe atë që quhet al-aqidatu al-wala wal-bara. Pra parimi dhe doktrina e dashurisë dhe miqësimit dhe urrëties për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe për këtë fjala e tauhidit. Pra hipokritët falen, japin sadaka, dalin në xhihad me të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam në dukje, por në zemrat e tyre ata janë hipokrit. Ata thon la ilaha illallah, por kjo nuk u sjell kurse si dobi atyre. Thot autori Sheikhul Muhammed ibn Rahim Allahu shiraf, qëllimi i la ilaha illallah është shqiptimi i saj me gjuhë, me bindjen e zemrës në të, veprimi sipas asaj që e kërkon, miqësia me pasuesit e saj dhe armiqësia ndaj atij që e kundërshton. Kjo është dashuria për Allahut dhe urrëtia për Allahut. Të gjitha këto janë nga kërkesat e la ilaha illallah. Për këtë arsye dietarët kanë thënë se la ilaha illallah i ka 7 kushte, të cilat disa prej tyre i kanë përmbledhur në këto vargje. Edhe përmend shehu vargjet që në arabisht kanë ardhur ilmun yaqinan wa ikhlasan wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha. Ka shtuar një dietar që quhet Saad ibn Atiq, wa zida thaminuha al-kufran minka bima siwa al-ilahi min al-ashya'i qad uliha. Në shqip do të thotë dia, bindja e sigurt, sinqeriteti dhe vërtetësia me dashuri, nënshtrim dhe pranim ndaj saj. Sheikh Saad ibn Atiq Allahu mëshiroft shtoi një kusht të tërë duke thënë, dhe i teti është të shtohet se gjithçka përveç të adhuruarit të vetëm nga gjërat që adhurohet të mohohet. Ka dietar që thonë, kjo është kuptimi fe me yekfur bit taghut yu'min billah. Hyn tek shtyllat e fjalës la ilaha, pra ka mohim të taghutit dhe pohim të drejtës
adhurimit ekskluzivisht vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dy shtyllat e fjalës la ilaha illallah janë mohimi dhe pohimi. Nuk mjafton vetëm mohimi dhe as nuk mjafton vetëm pohimi, por patjetër duhen të dyja këto. Ashtu siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illallah me sinqeritet, në transmetim tjetër thot me pastërti nga zemra e tij, në transmetim tjetër akoma thot me vërtetësi nga zemra e tij, dhe në hadith tjetër thot kush thot la ilaha illallah dhe mohon atë që adhurohet përveç tij. Ky pra është ai do bëj fjala la ilaha illallah ditën e llogaris. Thot ke komenti fjala thot autori fjala e tij kush thot la ilaha illallah me sinqeritet është një kusht. Pra nuk mjaftohet vetëm me fjalën, vetëm me shqiptimin e saj me gjuhë. Pra kush thot la ilaha illallah por tha me sinqeritet nga zemra e tij. Pra nuk mjafton që ai ta thot la ilaha illallah derisa kjo të jetë e pastër, e kulluar, e çiltër nga zemra e tij, që të mos jetë prej hipokritëve, të cilët e thonë atë me gjuhët e tyre, por nuk e thonë me zemrat e tyre. Pra, sidku, vërtetësia çfarë është? Muafaqat adh-dhahir bil batin. Kur përputhet ajo shkati shpreh e dukshmja me të fshehtën që është zemra. Kurse nifaku është e kundërta e kësaj. Mukhalafat adh-dhahir bil batin. Hipokriti thot diçka me gjuhë, por se në zemër çfarë ka tjetër besim dhe tjetër bindje. Dhe fjala e tij pra kush thot la ilaha illallah, e profeti sallallahu alaihi wasallam dhe mohon atë që adhurohet përveç Allahut. Ky është kushti i madh, sepse shumë njerëz thon la ilaha illallah, por nuk e lën adhurimin e varreve, lutjen e të vdekurve, kërkimin e ndihmës prej tyre dhe kërkimin e nevojave nga dikush tjetër përveç Allahut. Këtyre nuk u bën dobi fjala la ilaha illallah, sepse ata nuk e kanë mohuar atë që adhurohet përveç Allahut. Pra, nuk e kanë bërë se kanë realizuar fa me yakfur bit tahuti. E kush e mohon tahutin, tahut kanë thënë dietarët në improvizimin e kësaj fjale, është gjithçka me të cilën robi e tej kalon kufirin në adhurim, bindje, dashuri dhe pasim. Ose kanë thënë gjithçka që adhurohet përpos Allahut dhe është i kënaqur me këtë adhurim. Pra nga këtu bëjmë përjashtim shpar me lejket të cilët njerëzit i adhurojnë përpos Allahut, por ata nuk janë të kënaqur. Bëjmë pejgamberët përjashtim, Isa alayhis salam adhurohet me Mariamen alayhis salam, por sa ata nuk janë të kënaqur me adhurimin që u bë. Dhe njerëzit e devotshëm ka muslimani ignorant që i kanë marrë për të adhuruar me të Allahut dhe afrohen tek Allahu me ta, por sa ata nuk janë të kënaqur me adhurimin që u bëhet. E kështu thot edhe hadithe të tjera që tregojnë për ignorancën e shumicës së njerëzve lidhur me këtë dëshmi. Dhe bota islame është e mbushur plot, prandaj kanë nevojë muslimanët anë mban botës islame që libra të tillë ti studiojnë dhe ti lexojnë së bashku me nxënësit e dijes, me imamllar dhe me thirrsat dhe ti mësojnë këto parime ashtu që tu largohen pra këto dyshime dhe ashtu që dhe të ngrihet argumenti masës së thjesht atyre që bëjnë adhurime tek varre dhe lidhin zemrat me të vdekurit në varre. Shumica e njerëzve e ignorojnë këtë dëshmi, e konsiderojnë atë thjesht një fjalë që shqiptohet me gjuhë, madje shumë dietar nuk e kuptojnë domethënien e la ilaha illallah. Dietar në fiqh, në gramatik, dietar në hadith, por shumica e tyre nuk i kushtojnë rëndësinë e tauhidit. Ose mësojnë akidën e Esh'arive dhe dietarëve të kelemit, kelamistave, e cila kufizohet vetëm me tauhidin rububia. Ata thonë la ilaha illallah dhe shpjegojnë atë si nuk ka krijues përveç Allahut, askush nuk ka fuqi të krijojë përveç Allahut. Pra ky është shpjegimi i tyre. Ata nuk e kalojnë tauhidin e rububies dhe shpjegojnë la ilaha illallah me diçka që nuk shkon për tej tauhidit të rububies. Pra veçimi i Allahut me veprat e tij, me krijim, furnizim, sundim, jetëdhënie, jetëmarrje, organizim të universit i vetëm dhe i pashoq është ai. Dhe nuk e trajtojnë fare tauhidin e uluhies, pra veçimi i Allahut në adhurim, quhet tauhidi i adhurimit, ose quhet tauhidi al-iradati wal qasd, tauhidi i dëshirës dhe i qëllimit. Pra kemi për qëllim adhurimin e Allahut. Pra tauhidi i uluhies i cili është qëllimi i kërkuar nga la ilaha illallah. Të gjithë pejgamberët janë dërguar me këtë tauhid. Janë dërguar ta përforcojnë tauhidin e rububies, por se janë dërguar me laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an na'budu Allah wajtanibu at-taghut. Dërguam në çdo popull të dërguar, ti urdhëroi ata, adhuroni vetëm Allahun
dhe më janoni nga adhurimi i taghutëve. Ose la ilaha illallah fa'budun. I kanë përcjell pra popujve të tyre thoni la ilaha illallah dhe vetëm mua më adhuroni. Ose ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. E tha Nuh alayhis salam, e tha Salihu, Hudi, Marat, gjithë pejgamberë çfarë? Ubudullaha. Adhuroni Allahun. Ma lakum min ilahin ghayru. Nuk keni për ju pra, nuk ka për ju të adhuruar tjetër me drejt përpos ti, subhanahu wa taala. Thot shehu, lexoni akidin e dietarëve të kelamit. Dhe do të gjeni se ata përqendrohen në vërtetimin e ekzistencës së Allahut, sikur të kishte dyshim për të, dhe në pranimin se ai është krijuesi, furnizuesi, ai që jep jetë dhe vdekje, e kështu me radhë, por nuk e përmendin adhurimin, as nuk e përmendin kur uluhien. Kjo nuk shkon për të i fesë se i dhujtarve, për të cilët Allahu lasuar ka thënë, kur nëse do të pyesësh ata i dhujtarë, çfarë thotë? Kul ma yarzuqukum minas samai wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa ma yukhriju al-hayy min al-mayyit, wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, wa ma yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah. Abu Jali me shok e pohonin të çfarë? Thotë i lasuari, thuaj, kush ju furnizon juve nga qiellit e toka, kush e zotëron dëgjimin dhe shikimin tuaj, kush e nxjerr të gjallin nga i vdekurit dhe nxjerr të vdekurin nga i gjalli, dhe kush i rregullon të gjitha çështjet në univers, ata do të thonë Allahu. Por se prap kjo nuk i bëri ata muslimanë dhe pejgamberi sa çfarë i luftoi ata. Pra ky është pohimi i tauhidit rububie. Vetëm tauhidi rububie kemi thënë nuk të fut në islam dhe nuk ta bën të pacënuar dhe të shenjtë jetën, nderin edhe pasurinë. Ato i bën tauhidi uluhie. Jam urdhëruar që t'i luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se la ilaha illallah nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, të kryejnë namazin dhe të japin zakatin. Kur ta veprojnë këtë gjë, atëherë kanë të garantuar për me, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë jetën dhe pasurinë e tyre përveç se me hakun e islamit. Dhe çështja e tyre është tek Allahu subhanahu wa taala. Pra ata e pranojnë dhe e pohojnë ar-Rabb, pra Zotin, por adhurojnë tjetër kënd përveç tij. Si thotë i lartësuari, u ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Thotë dhe ata adhurojnë përveç Allahut të tjerë, ato që nuk sjell as dëm as dobi, dhe thonë këta janë ndërmjetësit tan tek Allahu. Pra ata nuk thonë i dhujtarët çfarë, po ti pyesësh se idhujt, puta, gurut, drurët, lati, Uzai, Hubeli, Manati e të tjerë, ata nuk thonë se idhujt krijojnë apo furnizojnë, por thonë ata janë ndërmjetës dhe ndërhyrës për ne tek Allahu. Pra çështja është tepër e rrezikshme sepse ka shumë poshtjellime edhe dyshime që hedhin pra njerëzit e devimit në këtë çështje. Shumë njerëz kanë devijuar që shkak i këtij poshtjellimi. Ai që bën të sinqert tauhidin dhe shpjegon kuptimin e fjalës la ilaha thon, ky po i shpall muslimanët si jo besimtar. Kjo është feja e Allahut, kjo është feja e ditë pejgamberëve, është feja e vulës pejgamberit Muhammed alayhis salam. Ai nuk pranoi nga njerëzit vetëm se tauhidin e kulluar, dhe nuk e pranoi çfarë dëshmin me tauhidin rububie i dhujtarëve të kohës së tij. Thotë sikur ne jemi të pastër tek Allahu dhe distancohemi nga ai që i shpall muslimanët jo besimtar. Ne nuk shpallim jo besimtar askënd përveç atij që Allahu dhe i dërguari i tij e kanë shpallur të tillë. Ai që nuk e realizon la ilaha illallah, atë e kanë shpallur besimtar Allahu dhe i dërguari i tij. Dhe se kjo fjalë përmban mohim dhe pohim. Mohim të ilahijes. Unë e klasifikoj veten tek ata vëllezër që ilahia nuk guxoj ta përkthej me hynizim. Edhe pse ka fjalori më ton, por e lëm ilahie çfarë? Mohim ilahies, mohimi i adhurimit për çdo gjë tjetër përveç Allahut. Prej të dërguarve, qoftë ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo prej melekëve, qoftë vetë ai Xhibril alayhis salam, e aq më tepër për të tjerët prej pejgamberëve dhe të devotshme, dhe pohim të saj pra vetëm për Allahun të plotfuqishmin e të lartësuarin. Pra ilahia ne ja mohojmë për të drejtën e adhurimit, meritën e adhurimit, ja mohojmë çdo krijesë dhe ja atribojmë dhe ja pohojmë atë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kjo fjalë, siç e dëgjuam, që e thekson Sheikh Islam Muhammed ibn Abdulwahhabi, i ka dy shtylla, mohim dhe pohim. Nuk mjafton vetëm mohimi, as nuk mjafton vetëm pohimi, por patjetër duhet të jenë të dyja së bashku. E kemi sqaruar kur folëm ke libri tjetër që komentuam me komentin e Ahmed al-Nejmit,
Që çfarë nuk mjafton të thuash Allah, dhikri që bëjnë sufistat ose la ilaha. Jo, të dyja janë kufër në vetvete këto. Kur ti e veçon la ilaha illallah, edhe pjesa më tonë la ilaha është kufër, edhe illallah ose Allah nuk është fjali e dobishme. Kur i bashkon të dyja këto në një fjali të dobishme, thot la ilaha illallah. Pra duhet edhe mohimi, edhe pohimi të dyja bashkë. E kemi sqaruar ke libri që bëm ato gjërat e domosdoshme që duhet të mësoj çdo musliman dhe muslimane. Dhe Sheikh Fauzani e përforcon këtë. Siç ka thënë Allahu i madhruar, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ndaj kush e mohon tagutin dhe beson Allahun, ky është kapur pas lidhjes më të fortë, e cila nuk ka shkputje. Dhe Allahu është gjithdëgjuesi dhe i gjithdituri. Pra suratul Baqara. Allahu lësua nuk tha kush e mohon tagutin vetëm, por tha dhe beson në Allahun. Bani mend të çështje. As nuk tha kush beson në Allahun, pa përmendur mohimin e tagutit. Pra patjetër duhen të dyja këto pjesë, të dyja këto shtylla. Mohimi dhe pohimi. Mohimi i ilahies, pra i adhurimit për çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut, prej krijesave, qoftë edhe nga më të devotshmit. E përmend sa herë Sheikh Muhammed al-Wahabi thotë: "La malakun muqarrab, la nabiyyun mursal, wala shajar, wala hajar, wala qabr." As do i pejgamber i dërguar, as pejgamber melek i afërt ka Allahu apo pejgamber i dërguar, as në njeri devotshëm, as gur, as drur dhe as i vdekur në varr. Njeriu më i devotshëm është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe meleku më i devotshëm është Xhibrili alayhis salam. Megjithatë, nëse dikush adhuron Xhibrilin apo adhuron Muhamedin alayhis salam, atëherë ai është mushrik, i dhujtar dhe i përjetshëm në zjarr, sepse Allahu nuk pranon që t'i bëhet atij ortak. Dhe as nuk e fal atë që i bën shirk atij. As prej melekeve, as prej pejgamberve, e as për devotshme, as prej pemëve dhe as prej gurve. Prandaj ai thot: "Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada." Në ajeti fundit të surës Al-Kahf çfarë thot? "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada." Lai kush shpeson të takimin e Zotit e tij, le të bëj punë të mira, sinqerta dhe sipas sunetit, dhe në adhurimin që i bën Zotit të tij mos i vendosë atë ortak asgjë dhe askënd. Pra, do të mos e bëj ortak askënd në adhurimin e Zotit të tij. Fjala askënd në gjuhën arabe është fjalë e përgjithshme. E përgjithshme dhe pashquar. Thot, siç ka ardhur në ajetin tjetër sura Nisa, thot: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhuroni Allahun dhe mos i bëni atij ortak asgjë. Fjala asgjë në të dyja ajete çfarë? Thot çfarë do gjëje. Ky është mohimi i përgjithshëm. Dhe në gjuhën arabe ka një bazë, më thon dietarët e gramatikës, thot e mohuara është e pashquar dhe e pashquara në kontekstin e mohimit përfshin çdo gjë. Pra kur vjen një fjalë e para një numri 1 dhe e pashquar ose e përgjithshme, në kontekstin e mohimit çfarë? Përfshin që asgjë nuk duhet të adhuruar bashkë me Zotin tuaj subhanahu wa taala. Dhe thot Sheikhu, nëse e kuptove këtë, atëherë medito mbi uluhien. Pra të drejtën e adhurimit që Allahu i madhruar ja ka pohuar vetes së tij fisnike dhe ka mohuar atë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Xhibrilin dhe të tjerët, që ata të mos kenë prej saj as sa pesha e një kokre sinapi. Fara më e vogël në univers quhet habatu khardal, kokra e sinapit. As sa ajo, pra nuk duhet të dedikosh adhurimin dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Se nëse e vepron çfarë, atëherë ti do të jesh në zjarr, përjetësisht nëse vdes me këtë gjuna. E ka përmendur Sheikh Muhammed al-Wahabi ke Kitab at-Tauhid, atë hadithin e mizës. Pavarësisht që dietarët kanë mos pajtim se sa ta hadithi mizës, para një burr, ishin dy burra kaluan pranë një populli, dhe ata kishin një idhull aty. O tha, nuk do të lëm të kaloni, vetëm nëse prini diçka për të idhull. I pari tha, më këton, unë kam që të pesë kurban për idhullin tuaj. Tha, merë, gjithë që pa dosh, qoftë edhe i mis, e mori i mis edhe e sakrifikoj për idhullin. A i tjeti tha, unë nuk e sakrifikoj vese për Allahun, këtë dytin e vranë. Ky vdiqin të uhid, a i pari shfar, një mis sakrifikoj për idhullin, është në zjarë. Pra kuptimi është i miri hadithi, por është se hadithi ka dopsinë. E përmend Muhammed ibn Ibrahim në librin Kitab at-Tauhid. Thotë se shumë do të thotë sakrifikoj një mis në për idhullin. Një mis.
ka gjë më të vogël se miza? Dhe miza nuk është ke kafshë sakrifikohet. Pra i thanë, qoftë edhe i mis, pra na kënaqti dhe afro ky idhullin me sakrifikimin e një mize. Allah na rrit. Ja kujdes më ton nga një gdhim të adhurimi e dedikuar diku tjetër për Allah, sepse kjo është prej shirkut. Pra uluhia do të thot adhurim. Prej këtu kanë gabuar shumë njerëz në shpjegimin e la ilaha illallah dhe nuk e kanë komentuar ndryshe nga kuptimi i saj. Pra kujdesni nga ta përkthyesa ose khutaba apo imamlar apo nxënësa di që thon nuk ka zot tjetër veç Allahut ose një dhe një i vetëm. Nuk është ky kuptimi i fjalës la ilaha, thot la ma'budu bihaqqin illa Allah ose la ma'budu haqqun siwa Allah. Nuk ka të adhuruar me hak përveç Allahut. Pra kanë gabuar shumë njerëz në shpjegimin e la ilaha illallah dhe kanë komentuar ndryshe nga kuptimi i saj. Prej këtyre është edhe përmend shehu disa grupe devijore dhe si e komentojnë ata fjalën la ilaha illallah. Ka përmendur shpjegimin e iftarëve të wahdatul wujud, ata që quhet uniteti i ekzistencës, një ekzisteshmëria, për fjalën e tauhidit. Pra iftarët e wahdatul wujud dhe Ibn Arabiu është prej krerëve të tyre, nga pasuesit e tij, thon la ilaha illallah do të thotë nuk ka të adhuruar përveç Allahut. Shife? Nuk thon nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Çfarë thot? Nuk ka të adhuruar përveç Allahut. Ose nuk ka të adhuruar që ekziston përveç Allahut. Kjo është filozofi që mbrapa fsheh kufër. Çfarë thotë shiu? Sqaron. Sipas tyre, kjo do të thotë se të gjithë të adhuruarit janë Allahu. Sepse tek ata ekzistenca nuk ndahet mes krijuesit dhe krijesës, por sipas tyre e gjithë ekzistenca është Allahu. Ky është kuptimi i tyre si thtar të unitetit të ekzistencës. E bëjnë ekzistencën të bashkuar dhe të pandash. E gjitha është Allahu. Ata thonë Allahu me krijesën është një shishkrir. Çfarë shefti është Allahu? Sepse Allahu nuk është i distancuar dhe i ndar nga krijimi dhe krijesa e tij. Allah na rrit nga ky kufër. Pra ta thonë çfarë do gjëje që njeriu të adhuroj, ai ka adhuruar Allahun. Ai që adhuron lopën, ai që adhuron idhullin, ai që adhuron gurin, ai që adhuron njeriu, ai që adhuron melekët, të gjithë këta, sipas tyre adhurojnë Allahun, sepse Allahu është ekzistenca, thonë ata, absolute. Ai që thotë se ekzistenca ndahet në dy pjesë, në krijues dhe krijes, ata i quajnë ata mushrik dhe idhujtar. Dhe sipas tyre ky nuk është muahid. Pra nuk është veçuesi Allahut me adhurim. Përveç atij që thotë se ekzistenca është një e vetme dhe ajo është Allahu. Pra çfarë do gjë që të adhurosh sipas tyre nga ky univers, prej pemëve, gurve, idhujve apo tahutëve, ti sipas tyre po adhuron Allahun, sepse gjithë kjo është Allahu. Pra gjithë universi thonë ata është Allahu. Dhe me këtë rast vlen të përmendim thashiku se gabojnë disa njerëz nga njerëzit e thjeshtë të pashkolluar kur thonë nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Por sikur ata të thoshin nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje, atëherë kjo do të ishte e saktë, sepse fjala pa shtesën me të drejtë përputhet me fjalën e iftarëve të unitetit të ekzistencës. Nëse shtohet fjala me të drejtë, atëherë bëhet e saktë, sepse çdo gjë tjetër përveç tij adhurohet pa merit. Pra, por padrejtisht. Allahu Resulullah ka thënë dhe përmend kanë ardhur në dy ajete kanë ardhur në surën Al-Hajj dhe në një sure tjetër, në surën Al-Hadid, i njëjti ajet thot Allahu Resulullah, "Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyu al-kabir." Kjo sepse Allahu është i vërteti, ndërsa ajo që ata e lusin përposhtë tij është e pamerituar, pra e kot, dhe vërtet Allahu është më i larti dhe më i madhi. Ka sjellë shiku komendi që i bëjnë dietarët e kelamit fjalës së tauhidit. Dietarët e kelamit thonë la ilaha illallah do të thotë askush nuk ka fuqi për krijim, shpikje, rregullim dhe dhënie të ekzistencës përveç Allahut. Prap tauhidi rububia. Nuk dolën nga rububia për të kaluar ke uluhia. Kjo nuk është e vërtetë dhe as e saktë. Dhe kjo përputhet me fenë e mushrikëve të idhujtarëve. Idhujtarët thonë askush nuk krijon përveç Allahut, askush nuk jep jetë përveç Allahut, askush nuk jep vdekje përveç Allahut, askush nuk furnizon përveç Allahut, dhe ky është tauhidi i rububias. Pra kujdesi edhe nga këta njerëz. Për çfarë thon ata? Thon askush nuk ka fuqi për krijim, shpikje, rregullim dhe dhënie të ekzistencës përveç Allahut. Deri këtu ky çfarë
thjesht pohoj rububien, pra veshoj Allahun me veprat e tij, por se nuk i pohoj dhe nuk i atribuoj atij çfarë uluhien, që është ibad, adhurimi i kulluar dhe i sinqert. Shpjegimi i fjalës la ilaha tek Jahmi, Mu'tazilat dhe ata që ndjekin rrugën e tyre. Sipas tyre, kuptimi i fjalës la ilaha illallah, këta janë më të rrezikshëm se këta të parët, është mohimi i emrave dhe i cilësive. Ne mësojmë tre lloje tauhidi, rububia, uluhia me sifat. Pra, e emërtojmë dhe adhurojmë dhe i pohojmë Allahut gjithë emrat e cilësit, që ai e ka emërtuar dhe ka cilësuar me to veten në librin e tij apo në gjuhën e pejgamberit të tij, pa i mohuar ato, pa i shtrëmuruar, pa i keq interpretuar, pa i krahasuar dhe pa i shëmbulluar me ato të krijesave. Këta thonë ja. Mohimi i emrave dhe cilësive, ky është tauhidi. Dëgjoj sa domethënë sa filozofi, domethënë shejtaneske është ajo e tyre. Sipas tyre kuptimi i fjalës la ilaha është mohimi i emrave dhe cilësive. Sepse kush i pohon emrat dhe cilësitë, sipas tyre është idhujtar, Zot na rujt. Tauhidi tek ata është mohimi i asma wa sifat. E kundërta njerëzve të dhe xhamatit. E katërta shpjegimi i zbive, partijakëve dhe ikhwansave sot, xhavarizëve, tekfirësave e me radhë. Ata thonë la ilaha illallah do të thotë nuk ka gjykim, nuk ka pushtet, nuk ka sundim vetë se ai i Allahu subhanahu wa taala. Pushteti, gjykimi, sovraniteti, siç e quajnë ata dhe Shefozani, është pjesë e kuptimit të fjalës la ilaha illallah. Pra hyn edhe në rububie, edhe në uluhia, pra nuk kufizohet tauhidi vetëm me al-hakimia. La hukma illa lillah. Shkar në ajetin kuranor, ala lahu al-hukmu wal amr. Ati përket gjykimi dhe vendimi. Pra, pushteti, gjykimi, sovraniteti, siç e quajnë ata, është pjesë e kuptimit të la ilaha illallah, sepse kuptimi i saj përfshin të gjitha llojet e adhurimit. Ne u themi atyre, shumë thjesht, nëse përballesh me një tekfis, me një xhalixhi, me një ikhwans, me një partijak, çfarë? Ku janë pjesët e tjera të adhurimit? Ku është rukuja, sejdja, kurbani, zotimi, frika, shpresa, duaja, që janë gjitha për Allahun. Ju merrni vetëm me hakimia, që gjykimi përket Allahut, pra duhet të luftojnë që sjellim shariatin tok. Ndërkohë që njerëzit adhurojnë gure drur, adhurojnë vare. Nuk falen për Allahun, nuk i lutën Allahut subhanahu wa taala, nuk presin kurban për të, nuk zotojnë vetëm për të. A është adhurimi vetëm gjykimi, thoshte Fozani? Nëse sipas jush kuptimi i saj është vetëm al-hakimia, atëherë ku është ajo që mohon nga të gjitha llojet e shirkut? Pra, çfarë thon ata tekfisa dhe xhavarixha, thotë ju merrni vetëm me adhurimin e idhujve dhe të vareve, thotë, e keni lënë thotë adhurimin e tagutit. Domethënë, na quaj ne që bindemi prisave islam në bindjen e Këshillit, na quajnë çfarë? Që ne po i bindemi tagutit. Ky është shirku i pushtetarëve. Pra ne po bindemi pushtetarëve sipas tyre në kundërshtimin e krijuesit dhe po i marrim ata për zotra dhe për të adhuruar për Allahut. Pra kanë lënë adhurimin e vareve, ne i kemi të dyja këto adhurime. Edhe mohojmë dhe luftojmë dhe i kërcënojmë dhe i qortojmë ata që adhurojnë varet për Allahut subhanahu wa taala, por edhe ata që bindën pushtetarëve në kundërshtimin e krijuesit. Bazën e kemi bazë, la ta'ali makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk ka bindje për krijesën në kundërshtimin e krijuesit. Pra ne nuk bindemi totalisht dhe absolutisht pushtetarëve. U bindemi kur ka bindje kashi krijuesit. Në mos bindje dhe kundërshtimin e krijuesit ne nuk u bindemi atyre. Pra dolëm nga ky dyshim që ata hedhin. Subhanallahu wa shirku. Kështu pra, duhet të kushtohet vëmendje këtyre çështjeve, sepse kjo është një fjalë madhështore, ajo e cila shpëton nga zjarri atë që realizon dhe vërteton atë. Dhe e gjithë feja bazohet dhe ndërtohet mbi të, nga fillimi deri në fund. Thirrjet e dërguarve dhe librat e zbritur, të gjitha janë të bazuara dhe të ndërtuara mbi këtë fjalë. Dhe në fund shehu sjell shkurtimisht shpjegimin e Ehli Sunnet dhe Xhamatit për grupin e shtuar dhe paralajmëruar të fjalës la ilaha illallah për tauhidit të adhurimit. Thot shpjegimi i Ehli Sunnetit dhe Xhamatit për fjalën la ilaha illallah. La ilaha illallah do të thotë nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, sepse të adhuruarit janë të shumt, por i adhuruari me të drejtë dhe me merit është vetëm Allahu. Çdo gjë tjetër përveç tij adhurohet pa të drejtë, pra pa drejtësisht, siç ka thënë Allahu lartësuar, dhalika bi anna Allahu al-haq
wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, wa anna Allaha huwa al-aliyyu al-kabir. Kjo, sepse vërtet Allah është i vërteti, ndërsa ata që ata i lusin dhe i thrasin, përveç tij janë të pavërtet kot, dhe vërtet Allahu është më i larti dhe më i madhi. Me kaq pra përfundoi dhe mësimi për sot. Nusë Allahun që ta bëjë ato të dobishëm për ne dhe për ata që do ta dëgjojnë, na bëj për atyre që dëgjojnë fjalët dhe pasojnë ata me përkujdëri. Nusë Allahun na bëj për atyre që realizojnë tauhidin edhe e mësojnë kuptimin e fjalës la ilaha me kushtet dhe me shtyllat e saj dhe punojnë sipas kërkesave të saj. Nusë Allahun na japi jetë që të arrijmë Ramazanin, që është afër dyerve, dhe ta agjërojmë atë me besim dhe me shpresë, edhe të adhurojmë pranë me namaz natë Allahun subhanahu wa taala në netët e tij me adhurime me shpresë. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.